Mirë, jemi në ndeshjen tonë, atje kur skena ndizet flak, dhe me çfarë do ta ndezim skenën? Sot do diskutojmë për një çështje shumë të rëndësishme, nga fshatari te fermeri. Prap në fshat do na lësh. Jo, nuk do, se ajo ishte mendësia, kjo është puna dhe produkti, do diskutojmë me një panel të shkëlqyer si gjithmonë. Vetë kryeministri është qetësuar për fermerët, është në studio Ndriçi Mysa, deputeti më i mirë që e njeh fshatin, të tjerët i vinë anash po se njohin. Mirë se erdhe në bardhësi sonte. Miku i studios ton. Alban Zusi. Alban Zusi, si përmarrës, një mik i dashur i studios Bardhazi që nga viti Y. Dhe Ervin Resuli, eksperti këtyre çështjeve, njëri që ka fol gjithmonë, do flas gjithmonë dhe ka vesh si puna jon. Ai jo vetëm fermerët, por edhe le të themi kafshëzën më të dashur që kanë fermerët. Po. Faleminderit. Do diskutojmë çik për të çështje, vetë kryeministri i mblodhi në Elbasan gjithë. Shpatja ai. Mos e parandiu gjën, mos e zuri frika, mos hyri akti, se po merr flak. Nuk ishte mos kishte protestat e Greqisë atë Londrës. Ajo ishte në kuadrin e buxhetit 3 që u miratua, në datë 15 u organizoi takimi i madh me fermerët, me specialistë të bujqësisë, me aktorët kryesor të bujqësisë në vendin tonë. Aty ishin me qindra, biles nga pjesa që thoni ju kishe mosbesim, jo nuk do mlidhen, jo do mlidhen grush, ishin nga gjithë Shqipëria. Po çfarë po tregonte forcën ai? Jo, s'ishte punë force. Ishte sepse buxheti për 2026 një bujqësisë është më shumë se sa më i madh se çdo buxhet. Me fjali ka hedhi kothere pra. Jo, s'ishte kothere, po çfarë është ajo? Ishte AZBR, çfarë? Nuk është vetëm AZBR-ja. Me fjalë buxheti për si vjet është 11% më i po na e thua tani mua dhe Ervinit tani. Dhe vetëm për bujqësinë. Jo, kujt ja kemi kaluar me këtë vetëm për bujqësinë. Janë rreth 16.3 miliard lekë, i papar buxheti më i madh i historisë për bujqësinë. 16.3 miliard lekë. Çfarë doni tani duar trokitje? E keni për detyrë më zotëri ta bëni. Ajo ishte prova gjenerale që blegtorët e Shqipërisë dhe fermerët nuk kishin traktora. Pra u bë prova gjenerale, erdhën pa traktor. Ja, ato erdhën. Po kishin ardhur me traktor. Nga zona aty do shikoj. Po, duhet vishin me traktora. Duhet vishin me traktora, po 35 vjet. Tallonat e naftës si të vini me traktora, mase s'ka marrë tallonat e naftës. Jo, edhe kjo, të gjitha do të jepen brenda vitit. Ja keni dhënë tallonat e naftës apo jo? Urdhri i kryeministit ishte edhe aty, e gjuajnë gjithë fermerët. Ore si kanë marrë, kur do ta jepin? Jo, do i marrin pra në. Po ikon viti edhe 2 javë. Po tani më s'ka mbaruar. Ato janë të gjitha janë të programuara. Buxheti ka dalë dhe do merren gjitha. Deri më datë 30 do të merren. Do dilni në punë, do t'i jepni tollonat fermerëve. Shiko, partia e Çimit ka strategji të bukur që e lë kështu në pritje atë fermerin deri në disbursimin e lekëve. Fakti tregon deri në datë 25 fermerët do rrinë me gjak të ngrirë dhe 26 miku im mbështetje kryesore për Partinë Socialiste ka qenë qarku i jot, qarku i Fierit, që atje strukturat, mi fjalë, edhe fermerët dhe të gjithë mbështet se kanë besim. Ku do besoj? Do besoj që ata që i vënë plakën parlamentit. Ku do besoj? Do besoj nga ata që buxhetin me këtë ministrin tënd apo me rajonin. Unë do të hedh një tjetër këtu dhe do i bëj thirrje, mi fjalë nëpërmjet studios tuaj të nderuar që gjithë ministrat e mëparshëm, sidomos të opozitarët e sotëm, kanë me qindra hektarë që kanë marrë tokë gjoja për 99 vjet me na shteti dhe s'kanë bë asnjë lloj investimi. Dhe kjo është këtu po duhet kritikoni mua ti thosh, ore ky ministri që ka ardhur, jo mos vetëm një rast është ai i Fierit. Po keni në gjithë Shqipërinë, bilës them dhe me emra kush janë. Në një moment të dytë më e madhe bujqësore është Myzeqeja, ambari i Shqipërisë. Jo. Pjesën e Semanit, Pishporos, pjesën e Divjagës, i ke të gjitha mbjell me sot në Divjak nuk ke. Faktën zona nuk e di ku atë në Fier. Po them parku. Tani, unë ditë them që Rushdi Koni, kompania Agrokoni, ka bë është një nga... Kjo që në reklam... Jo, mirë, e lejmë atë, mi fjalë, futja paneleve diellore në sistem, ai ka arritur që buxheti a zgjidh problemin e fermave blegtorale dhe me këtë buxhet ai çojmë dot fermerët në Europë? Bravo. Vini 100. Ky është gjithë historia. Pyetja jote është në Europë ne diskutohet deri. Ta dëgjojmë Albani njerëz sa. A do vëmë me shelma, a do vëmë me dinjitet? Ky është gjithë thelbi. Beson ti këto që u thanë? Fjalimi i kryeministrit mua më pëlqeu shumë. I besove? E them sinqerisht. Unë vlerësova faktin që duket se ka një vëmendje tjetër për bujqësinë më në fund. Po tani sa ti ke qenë zëvendësministër aty brenda, i ke studiuar. I ke studiuar politikën, e di potencialin që ka ministria. Ka kaq vite që vetëm në periudhën në cilën ka shkëlqyer ministria realisht.
Ashtu, po i bën qefin se e ke atje në studio. Jo, nuk e bëj qefin. Albani në ndaj nga ministria. Albani ka vlerat të veta, por ai ministri i Albanit edhe sot ka marrë strukturat ati kanë mbi 100 hektar tokë që i kanë marrë dhe nuk i shfrytëzojnë. I kanë në zonën më të mira, si Shiaku. Janë bëj advokimi të ministrisë. Ka pas projekti për pikat e grumbullimit që keni ju sot, ka pas librin e fermerit, formalizimin e sektorit, ka pas i sër elementës. Sektoria ka qenë rritje dhe investime, do jetë ka një të mirë që ta shajnë punën e të parve dhe vetë nuk bëjnë asgjë. E keni këto të mirë, bravo Duar Trokitje, dëgjojmë që Albani. Në vitet 2013, 2015, 2016, 2017, jo në sajt ministrit, sepse bëri ca dallime ky, por në sajt iniciativës vetë kryeministrit, për qenë i sinqert, unë kam qenë zbatusi, por kryeministri ishte iniciatori, që në 2014 tha, unë dua, tha, një paket për bujësin. Shoku e Dirama. Dhe u bë një paket. E kërkoj në 2014, u bë paketa bujësis. Dhe ju e bët si që duhet, pra. Edhe e bëm si që duhet, dhe ajo dha një havë. Në 2018, i mori koka erdi kuj. Po, shkatërroj me skeme të vëshës. Iku. Sot e kësaj dite. Kush ishte kjo? Ka nevojë se nga zëtëri qasin me fakte. Nga i moment të mbrapa, bujësia ka qenë, do më thanë, në agoni ka qenë. Në agoni. Do më thanë, krenoheshim se po rritën eksportet e tjere, po ato ishin në fakt refleks i atyre reformave që ndollën. Nuk ishte asgjë tjetër, veç se refleks i tyre. Por nga 2018, me goditjen që ju dha, bujësia filloi dhe përshkonte. Të kundërshtoj një pikë. Sa po mora informacionin, edhe kërkova se dije këtë, nga viti 2018 deri në vitin 2025 për eksportet tona të perimeve në Europë. Dhe është pozitive që ka rritje çdo vit. Pozicioni gjeografik ishte. Jo, s'është vetëm pozicioni, është dhe investimi që është bërë. Pozicioni gjeografik, investim i ramitancave të vetë fermerëve. Ramitancave të vetë fermerëve. Kanë ardhur fermerët nga jashtë, janë këtu dhe kanë investuar serat. Ramitancave të fermerëve. Dhe sot unë mora informacionin e pikat e grumbullimit kanë filluar që në kohën e Albanit duket të investuar. Ore, që kohën e Albanit, po ajo pika e grumullimit që tha Albanin Lushnjë, atëhere kanë fillu me një pikë vogël, tani pika është rritur se kanë ecur e po pa dalme. Po pra, ai që ishte hectari e para punës unë s'kam qua si pikë. Nuk thash si person. Thash, ajo Ministria e Albanit sot ka me miliona lekë për t'i dhënë fermerëve. Ti e di shumë mirë që ndodh sot në Lushnjë me disa nga pikat e vjetra. Këto ishin fondet që u dhanë atë kohë, këto disa pika grumullimi që sot janë mbyllur dhe politika... Ku shkuan milionat pra? Që ishin? Janë fermerët e shket du në marrin parat, kanë ndërzu prodhimin, s'kanë marrë parat. Kanë marrë fondet nga zhëbëreja për investime. Kanë ndërzu naftën për mbjellje, s'kanë morë legët. Jo. Kjo është i ku është problemi, Qimi? Sepse unë jetoj çdo ditë mes fermerëve. Biles për fatin tim të mirë, kam dhe i status tim e mira, vetë paktën zotrit e din, dhe unë shkoj kudo. Po thuj se në gjithë Shqipërinë. O që me të lutem, me gjithë vlerësimin, po feci Erion Braqa tani. Po feci Erion Braqa tani, që duket sikur i pret barku për fermerët dhe s'ka bërë asgjë për fermerët. Ta të lutem tani, vetëm si a i para një jave kam qenë në Lushnjë, ke një nga komplekset më të mirat, më të kundërshtoj ky, ke Mont Kasapi, dhe me një grup investitorësh të huaj, ishin të interesuar dhe panë aty. Kur vajtën aty, e kanë ndihmuar qeveria Meksi, e kanë ndihmuar qeveria Berisha, e kanë ndihmuar qeveria Nano, e kanë ndihmuar qeveria Rama, investitori izraelit, para 2 javësh, kemi qenë në disa serë si ka mundësi thot në Shqipëri që kanë këto serët standardit Europian, po i thamne, sepse vetëm çunë standardit Europian që investuar në zhvjen punë. Tani, një gjë, kjo historia e pagesave që kërkohet vetëm tek shteti dhe kërkun tjetër. Sepse në Cërrik, ishte një kompani, ajo kompania Duhanit që ju mblidhte Duhanin fermerëve atje, dhe ajo nuk ju jepte paret. Edhe ajo nuk ju jepte paret, dhe jo vetëm që ju jepte paret, po edhe i talte, i qote, i heri qote të i pike, i pastaj të tjetra. Dhe ne i bëm firit ta denonconin. Si që pëndohë sot në Lushnjë. Dhe aty ndolli vetëm një gjë, zotri, shteti më dërgoj mua atje, me ftyrën time, shteti shkoj atje, dhe i thiri kompanin, thiri edhe fermert, dhe i tham kompanis, në qofë se ti nuk ndryshon regullat, brenda një muajt, të vësh 1, 2, 3 regula, të vësh
edhe kartën e fermerit, t'ju hapësh të gjithë dhe llogari dhe të paguash parat brenda kësaj kohet, i gjithë marrëveshja jote do të rishifet. E si u bë? Dhe si u bë? Po shkoj pyeti i qika ato atje. Po i kam qenë pra atje po visot. Po pra. Belësh. Jo. Jam të folë për 2014-ën. Në 2014-ën zotria... Ata maroj unë Kam respekt për ty të ndogja dhe ke një... Ata maroj unë të punë qimi... Apo më lënë ta maroj këtë histori... Sepse... Po jemi ti duhet ta pranosh për shembull... Po fol me mikun tonë Musa Ulqini. Fol me mikun tonë Musa Ulqini. Po fol me fshatar të Cerrikut dhe në 2014 do të thojnë ka qenë viti më i mirë i joni që i morëm parat dhe i morëm në bank. Sepse ati zotris grekut të kompanisë greke ju tha troq, në qovë se ti nuk zbaton 1, 2, 3 regula, ty do të prishet kontrata. Dhe i qova letër këshillit drejtues në Ministritë e Ekonomisë, që në qovë se kjo kompani nuk zbaton këto, do t'i prishet kontrata. Zotria vajti edhe tek ish zëvendës kryeministri Niko Peleshi, tha zëvendës ministri, tha don that na nxjerrin ne nga Shqipëria, i çova relacionin dhe u sistemu situata dhe nga 12 informacionin. Sot kur kam postuar disa më thoshe, po paret e duhanit si di bëhen thoshe, nga ato të kohës panarit. E lat ju mas dorët. Tani, unë po flas një realitet. A shkojmë bashkë në Cerrik. A shkojmë bashkë në Cerrik. Ikim bashkë në Cerrik dhe shojmë se çka ka ndodhur në 2014. Çka ka ndodhur në 2014. Në këtë pikë të përshëndes, të përgëzoj. Se ta them këtë që e ka shteti. Nuk mbroj ato tani ai djali që vjen nga Cerriku, ai djali është bë ministër bujqësie, e njeh realitetin se ka marr disa mandate atje dhe e njeh mirë realitetin. O zotri, unë po të them që mungesa e parave të qendrave të grumbullimit zgjidhet lehtësisht me rregulla shtetërore. Në qoftë se dikush nuk pagun paret ka rregulla. Të thash, ajo Miga Korça, ajo atëre konkretisht ç'a bëri, ç'a premtoi kryeministri? Sot që flasim ne, mbështetja për fermerët, kjo 10% që po thot Albani, janë 1.8 miliard lek që do jepen, për shembull, janë rreth 108.000 fermerë me numër 1. Do marrin 10% e faturës. Pra, në qoftë se ai çon 1 kile domate, të marr shembull, bën 1.000 lek. Ai do marri 100 lekshin ka kilja domates. Është për vitin 2026. Për 2026, duke filluar nga janari 2026. Pra do të japi shteti, jo kompania. Do të japi shteti, jo kompania. Kompania, biles unë do t'i sugjeroja edhe institucioneve shtetërore që sidomos që të ketë një rregull, mos ndodhe siç ndodhi më parë, që morën disa kompani, kanë marrë investime goxha me miliona euro dhe sot i kanë mbyllur, kanë ikur. Dhe thota jo, po Sulman se unë jam opozit. Që opozit jetë ti duhet të respektosh ligjet e shtetit. Dhe kjo 1.8 miliard që të thashun është vetëm për këtë punë. Atëherë, për kufizimi i fjalimit të kryeministrit që më pyetën në fillim, teknikisht si veterinер përkthehet inseminim artificial në tru i fermerëve, të cilët i mbars për 2026-ën me ëndra me gjellë pasanitësh. Është vërtetë. Duhet për kufizim. Profesional edhe real. Tani do vim ke ferma jote ta shohësh konkretisht. Po, ferma ime ka 35 vjet, po ta them e kam mbështet qeveria Meksi, qeveria Berisha, qeveria Nano, qeveria Berisha, qeveria Rama, Nuk është ky Banka e Zhvillimit, sa reale është kjo, Alban? Ka një problem shumë të madh, dashur Ornela. Sot Ministria e Bujqësisë është në ditën e saj më të keqe. Po të jap një shembull fare të thjeshtë. Po ka dhe një ministër që ku e di unë Banka Shqiptare e Zhvillimit është një risi që e parafron me standardet të BE-s. Dhe Banka Shqiptare e Zhvillimit do jetë edhe për fermerin, edhe për investitorët. Me kredi fermeri do bëjnë ndamje. Jo, mos është kredi. Këto kredite buta janë për fermerin evropian. Janë për fermerin evropian që ka mbështetja drejt poshtë. Nëse sot ai merr për këto, ka një sot Ministria e Bujqësisë ka një blokim të totalit të zhvillimit të saj dhe të mendimit për zhvillimin e skemave. Dhe sot Ministria e Bujqësisë, jo për fajt të ministrit të ri. Po vjen nga... Nësë më keq kupto. Jo, më lejo pak, ta mbaroj si ide. Po ministri duhet jeti qik ekspert, po tani që du me të që del një emër që menaxhohet edhe për e minister. Ekspert është sepse vinë nga zonat rurale, babaj ti është marrë me agronomin, është djalë fshati, ka shumë element, po nuk po i hy kësaj gjës. Kohët vjetërve tani, ajo është djalë i ri. Shumë mirë, po inshallah po bëni gjë të re, do të thënë. Ka disa mandate atje që është mes fermer, zona
më intensive e bujqësisë, që është Sulova, që është zona e fushës Elbasanit, si shtot ky, dhe ai ministri, unë nuk po... Po duhet jetë ndoshta edhe pak vizionar ministri, apo mjafton tjetër? Shko, vizionari është qeveria Rama. Dhe Rama, parim atë që the ti për bankën shqiptare... Pra, Rama, minister i jashtëm, minister i ekonomisë, minister i bujqësisë, minister Rama minister. Ashtu si që është pronari jot këtu, i parë që ka marrë disa... Po, Firza Monikës i bie ne këtu. Ekspertët më të mirë, ashtu është dhe Rama që kam bledhur... Po ekspertët, pra, ku janë ekspertët tani? Ku janë, janë ministri ekspertët? O Alban, janë ato ekspertë që duhen në ministri? Jo, urdhro, ja ku e kjo. Përgjigju pra jo, thotë zotria. E një mirë. Sot i mungon ministrisë, një sekundë, lutëm. O Ervin, po lëre pak të lutëm se po të Sot ministria është kthyer në një lloj azili pleqësh, hir të vërtetës. Drejtori politika Irfan Tarelli, pension, zvendës ministri Dhimo Kote, pension, zvendës ministri Arjani Aullari, pension, edhe disa drejtora dhe nëndrejtora në poshtë, pra gjysma e ministri sot është pension, pra azil pleqës, sot ministria bujqësisë është një azil pleqës, të cilë nuk po e hapin rrugë të rive, apo ekspertët të mirë. Në Europë nuk hyret me as me dhimo gjanat. I ka fjalit e gjata. Problemi që sot ka bujqësia shqiptare, nuk është vullneti politik, unë e kam parë vullnetin politik, dhe kur vullneti politik është bashkëshëruar me ekspertizë, ka bërë mrekullira, nuk i mungon vullneti kësaj qeveriet, por i mungojnë ekspertët të cilët e keq orientojnë. Dhe e keq orientojnë dhe i thojnë gjërat pa qëna, dhe nuk ka politikë bërje fare. Unë kërkoj, të lutem, rektori universitetit, a do bëjmë gallatë, apo të në me formë. Sot universiteti bujqësor është krau djathtë i ministrit. Dhe universiteti është një politikë. Një politikë që ka bërë universitete, më purit. Ma thuj një politikë që ka bërë universitete. Por e parë universiteti bujqësor është me universitetin e Vjenës. Po, are, kryeministri e shkriu AKU-n, se tha nuk bën, dhe universiteti i kaloj gjithë. Dhe universiteti i kaloj gjithë. Gjithë punojësit e AKU se kanë marrë të gjithë i ke atje. Të gjithë i ke atje. Tani lëre të konkludoj të lutem, tani se nuk është puna Problemi është këtu. Politikat e bujqësisë bëhen në për kafe, bëhen në për cepa zyrash, ulen aty, shkruajnë gjëra kot pa lidhje, nuk ka specialist, nuk ka konsultim me publikun, dhe ky është problemi. Po jema jo, në teren ka. Unë po them nuk ka ministri, nuk ka proces konsultimit. Ajo paketa që je zhvendosi, që ky zotëria me shumë mirë njohje thot, ajo paketa që je zhvendosi bujqësinë dhe bëri që të lullëzonte për aq vite sa lullëzoj, ishte fruti një konsultimit jashtë zakonisht intensiv. Kush lullëzoj me vllajt ashtu? Ore ti ke, tani kjo, referoju statit. Me denoncime direkte, po të them njërë tjetër. Projekti i Bankës Botërore për Ujitjen, për gjithë mëzëqen, janë argju miliona euro, është zero. Prita, ke Panariti. Meruma me Panariti më që jo, kur them nuk për them që bëri Panariti më. Kur them Ore nuk për them që bëri Panariti. Unë të thash, e kërkoj kryeministri dhe ajo u bë në sajt të një procesit intensiv konsultimi. E kishte vëmendjen dhe u bë konsultimi me grupet e interesit, se ajo paketë... Ore, si ka mundësi që prodhimi bujqësor rritet çdo vit, kur ti thoj që vetëm 2014 Të lutem tani, pse vërtet e beson këtë? Si, e besoj në statistika ato. Ti, më falë... O, lëre, tani sa do statistika të ishim grëmë njëra, mantë. Ishe tani me rini dhe sa po mora informacion direkt nga institucionet serioze. Po, këshu na keni marrë në qapë me këto statistika dhe në fund fare rezultati është zero, prap njësoj. Rezultati është që ne... Ti pyes është fermerët ku jeni në mjesë dhe rehabilitet. Rezultati është që kjo qeveri bërit mundur që ne sot flasim hapur në çdo po mirë, ja këto merite ka bërë kryeministri. Mi më mirë shumë mirë, se kryeministri ka idet. Puna është apo vjen zbatim se ka shumë drejt Albani. Banka. Kush pra po i vë? Banka e zhvillimit. Banka e zhvillimit, po. Bankat përgjithsisht i shërbejnë bizneseve industriale e sipër. Jo, dhe fermat po të konsoliduar. Po, ose fermat mëdha, fermat konsoliduara. Ne problemin e kemi që të marrim atë fermerin e vogël, ta kthejmë në të mesëm, dhe atë të mesëm të fillojmë ta fusim të kategoriat mëdheve. Këto nuk bëhen me financime kredish, nuk bëhen me bankë, këto bëhen me grante.
për ta marrë prej atje, sepse bëhet fjalë për risk, bëhet fjalë për sfida që i ka këtu, bëhet fjalë për kryeministri është ide e tia kjo si... Ore, kryeministri kur ishte në Cerrik, ma lërë mu se kam qenë tavolinë me të, kur ishim në Cerrik para 4-5 muaj, Cerrik ishte tjetër e sap. Ma lërë ta mbaroj këtë ide, të lutem. Po mirë, më lërë me burë të mbaroj herë. Kur ishim në Cerrik, kryeministri ju tha njerëzve që i kishte në Tryezë, më thoni sa lek duhen, tha për të bërë këtë, do t'ju ajap grant, do t'ju ajap me bashki, do t'ju ajap e këtë. Pra, aj vullnetin e kishte, e tha 100%, por nuk ka njerëz mërbur, nga Cerriku, nga Korriku, deri mësot, nuk ka as edhe një lvizje për t'i zbatu ato që tha ai. A ju tha njerëzve aty, i mori aty në Tryezë, i tha, sa lek donë, tha që të më bësh një fair model. Që të më bësh një ser model. Kryetarët e bashkisë, të gjithë futen të financojnë 50-60% projektet e bashkisë. Atere kryeministri që nga në hatë marë s'ka njërës. Ka 6 muaj... Se ide ka po s'ka njërës. Ka 6 muaj që a i tha ato gjëra atje me 3 korrika sa ishte ta. A i tha dhe as nuk është marrë njëri. Më falë, në bugjetin e 2026, të gjitha ato që thaj para 5 muaj që thot kënë Cerrik, ke arrat, ato janë konkretizuar tani në bugjet për bankën e zhvillimit, për 5.2 miliard lek që do jepet fermat model, shastari direkt dhe jepet të tash pra janë 5.2 miliard skema kombëtare për mbështetje. Është 10% që është legët që ta bëj fermën. Janë në buxhet për 2026. Kur do vinë pra mbas 2 vjetësh? Të tha tjetër, u tha nga opozita që nuk do jepen lekët, do jepet deri në fund të vitit të gjitha në skemat kombëtare do likuidohen. Po ju më kanë marrë, gjithë më kanë marrë do të merr. Një ndër sfidat e mëdha që ka bujësia shqiptare, sfidat e mëdha që ka bujësia shqiptare dhe blegtoria shqiptare është se të gjitha inputet e saj vinë nga jashtë. Kjo i arrit me njëherë Kosovën me 20%. Në skemat kombëtare që i thot Qimi, nuk ka as edhe një mas për të prodhuar inputet brenda vendit dhe për të ulur këto lloj kostosh. Në politikat e Bashkimit Evropian, zero. Ne jemi standardi BE-s. Unë jam ty prodhu inputet. Ti e din që unë jam ty prodhu. Dhe unë kam pra projekte tjera me prodhu. Por kërkush nuk më mbështet. Tjetër. Biznesin ta që ke atje di ke ulliri. Si a ke thënë kryeministri? Jo më jo, e di e kryeministri, se di unë atë, por është jo rentabel. Albani nuk është rentabel. Nuk janë rentabel idetë e Albanit. A i bëri kontratë në Vietnam tani. O më le Vietnamin. Po që po thua? Po tani ne po thoni behetim këtu Vietnam. Këtë e di mirë. Këtë e di mirë. Albani ka ndërtuar një skem për Albanin, ka ndërtuar një skem, po praktikisht ai vaj që fermerët e Albanit kanë që ka vaj që prodhojnë katunarët e mi, fermerët e mi të Dumres, sot me atë që thot Albani me atë çmim që i tha Albani nuk shitet. Pse? Se ti do të bësh kontratat rregulla, për atë që thash. Sot janë fut kompani serioze në proponimin e vajit dhe të bëhet kontratat rregulla për vaj. Se Albani qemi i grup në ata për të shtuar. Për flasun e për qa po flet ti. Unë flas për lëndët e para, mërë, për inputet. Që nuk përdojnë në gjatë tu. Po bëje, pra bëje, financoje. Po financoje më industrinë që ju rishmimit. Se vjen i gjithë ushimi blektoris vjen nga Serbia. Turpi zotit. Turpi zotit. Po edhe këtu dhe... Gjithë plerat vjen nga Serbia. I kena prodhu gjithë këtu. Se nuk i prodhojnë këtu. Po pse nuk i prodhojnë këtu, mërë zotri, që tulim koston. E të bëjnë konkurruse produktet. Nuk ke asë një mas. Nuk ke... Për qëfar po digjet Bruxelli atje? Sepse a i thot do më mbrosh të të mu. A i fermeri atje, po i djekë Bruxellin, se thot do më mbrosh të, nuk do më lësht të që të më konkuroj a i tjetëri. Janë në letër ato 5.2 miliard. Se nuk e mbroket, se nuk je para për ta zhvilluar industri. Se nuk je para. Ky koncept që ke ti do të thot. Qeverin tënde e dua edhe unë, atë qeveri që i donë ti, por nuk e mbron kështu, dhe nuk i bën mirë kështu. Po jo, nuk mbrohet kështu. Nuk mbrohet mirë, sepse ulljen e Kosovë, orë zotri, ulljen e kostove e ka thanë kryeministri vetë në Cerrik, se u bind që një ndër shtyllat ku duhet bazohet bujësia shqiptare është i ulim kostot. E futi konkluzion, por në asnjë prej skemave që ka bërë Ministria Bujësis nuk ke asnjë skem për ulje kostosh. Se si ulen kostot. Ky është problemi. Ore, unë ta ripërsëris, unë ta gjej ty fjalimin e kryeministrit. Kryeministri tha ulja e kostove të lëndëve të parë të bujësis. Ma gjej një skem që nxit për interes të ngushtë.
është një interes i ngushtë që ti ke një Interesi lloj ngushtë pleu. me ul Kosovë do Ai ka një lloj pleu që e ka si e personalizon. Me ul Kosovë, po ti s'ke kuptu bujësirë më çik. Po ti s'ke kuptu bujësirë më burri do. Po ky më ora nuk ka bujësia me dal, nuk është bujësia me dal në sera me thon shive ky, shive ky realitetin. Po nuk është kjo bujësia pra me dal sa mirë është ky trangull. Nuk e hedh ti pleun, ai nuk po shet vajin. Ky më shqetëson mua që fermerët duhet shesin. Tjetër, ti thu ta bllokojnë, po e bllokon, po të vjen serbi, të vjen tjetër dhe të bllokon ty perimet. Ku ti çoj? Sepse ne aq konsum bëjmë. Ore nuk po të them me blloku mor zotni. Un po të them me dhën para, un po të them me dhën para që fabrika të krijojnë fabrikat dhe ta prodhojnë këtu. Ne duhet krijojmë strukturat tona që mi fjalë, kontrolli më jam dakord me ty transporti, vetëm transporti inputeve, sepse janë produkte me vlerë të ullët, vetëm transporti, qoftë nga Serbia, qoftë nga Holanda, qoftë nga Italia, shkon 20-25% e Kosovës, vetëm transporti. Dhe si kur ti të nëzisësh industrinë vëndase, nuk do t'i bëj gjithun, se se kam nërmenda dhe s'ka mundësi, si kur të nëzisësh industrinë vëndase me i prodhu inputet këtu, vetëm 25% që në transportit me i ullë fermeri shqiptar, ti i ke ullë 25% Kosovë. Dhe e bërë konkurrus. Jo, fermeri shqiptar është aqi menqur sa i di dhe sot në treg është aqi mëngjur sa blen glas pulet nga Hollanda. Jo, ai thot kështu. Ama lutem se dua të ftoj dhe Enrico Cenko, po nuk e di e ka vënë mikrofonin. E dini ju që fermeri shqiptar plehron me glas pulet nga Hollanda, me glas pulet nga Italia. Po. Fermeri shqiptar përdor plera sot. Thuje, çfarë plerash përdor? Çfarë plerash baz përdor? Ke kompaninë Yara që është 70% e tregut botror. Sa mijëra tonelata glas pulet vjen nga Italia, nga Hollanda. Po si që ka tregu lirë, po pëse nuk jo jep 1 milion, 2 milion euro pularive shqiptarit, ta prodhojnë ato? Po sepse edhe disa pularit tona, kur e kanë marrë fermerës, s'ka qenë ashtu si shtu ti. Jo mërë jo, ore nuk futet as njëri me bën 1 milion euro, 2 milion euro me ingel investimin në stok. Ndërsa po e nëzite ti, po lërë më së shpurvizohet. Kemi më kohë, mbaroj koha për këtë debat kaq të mirë dhe kaq të frytshëm për fermerët. Vënçja juaj. Mungesa e vizionit, mungesa e parave, dhe transformimi i bujqësisë shqiptare në nivele konkurruse, jo mbi jetese. Sot flitet dhe u debatua për mbi jetese. Ndërkohë, ne kemi planifikuar të integrohemi në Bashkimin Evropian. Nuk ndodh nëse nuk ndryshojmë vizionin dhe nuk çojmë paratë atje ku duhet. Sakt. Paratë do vejnë atje ku duhet, janë të programuar, nuk mund të ecin as me teori kot, as me bë opozitën, të gjitha këto paratë që janë planifikuar në buxhetin e shtetit. Dalin 52 milion euro për të nxitur. S'du të them dhe atë tjetër sepse dalin opozitarët, i bëhet qefi që u myll kjo, u myll ajo, dhe së shpejti nuk po ta s'du ta t'ia jap informacion këtyre, së shpejti do të edhe ato jo, së shpejti edhe Bashkimi Evropian do të financojë për fermerët shqiptar, së shpejti. Po deshe e bëjmë basmë dhe në muajin maj do vim prap e ta shikojnë ta do jetë realitet, po s'do jetë realitet. Në muajin maj do vim prap e do jetë realitet kjo po jo. Pra, BE-ja... Po zoti që ato lekë të BE-s të ndani si shduhet, jo si lekë të AZHB-s. Ato nuk e di, sepse ato duan pyet ato që nga fillimi i AZHB-s, u s'ka marrë pjesë atë. Atë fermerët çdo ditë më thojnë si bëhet, aty ku kontaktoj edhe nuk vetëm për të nxjerrë foto, po për të thënë realitetin. Dhe nuk mund dalim, siç mund dalin ca parti opozitare që kënaqen kur shajnë, por duhet animosh realisht fermerin, të thresë kryetarin e bashkisë. Pse ky kanal është i pakulluar, pse këtu s'ka ujë, pse këtu s'ka dritë, pse këtu s'ka rrugë, ose transporti që thot ai për fermerët. Vëndqë është kjo, që një nga shqetësimet që sot ka bujësia shqiptare, pra unë besoj që do të ndryshoj dhe besoj dhe ke ekipi i ri që ka sot Ministria Bujqësisë dhe një nga shqetësimet që ka mund është kjo që ja kam thënë dhe kryeministrit, jo flas për drejtuesin, nuk flas, tjerët janë ikin e vinë. Një nga shqetësimet ja kam thënë dhe kryeministrit që hallka më dobët sot është pushteti lokal që duhet integrohet plotësisht, që ne ata duhet luftojnë, atë pak a shumë që kanë të dy, duhet luftojnë që të mbështesin fermerët, të mbështesin Albanin, të mbështesin
ju politikanët, ju që merrin me politik, duhet mësoni. Duhet flisni më pak se biznesi, më pak se ai që prodhon. Ju flisni më shumë. Unë po flas si katunar, nuk po flas si biznes. Mirë, nëse flet si katunar kap dorë. Jo, e di pse po flas. Jo, për shqetësimet që duhet. Jo, se flasin më shumë. Po biznesi ka hallën e vet. Po një vend e tajit në përkur, folën politikanët, zonë një orë kohë vetëm politikanët. Të lutem, ky ka 200. Biznesi, Ky ka 200 krerë lop. Po pyet ky se ka ai fermeri im atje 2 lop, 3 lop, unë duhet menoj dhe për atë. Jo vetëm për këtë. Albani mund të ketë drejt për pjesën e vet, se ka një produkt Kryeministri tha më jepni projekte konkrete dhe asgjë nuk I shkoi. Kryeministri tha bashkiet, prit një sekond. Kryeministri tha një sekond më burr. Ore ti pasën unë nuk të ndërhyj burri do. Dhe kryeministri tha të futen bashkiet të investojnë kërkush s'ka hell asnjë letër. Kryeministri tha të bëhet skema e TVSH-s që të zgjidhë ky problem përfundimisht dhe u bën një skemë që mbas 6 muaj do jemi këtu, do jetë një dështim total. Atëherë, problemi këtu është nuk ka një drejtori të bërjes politikave në Ministrinë e Bujqësisë. Kjo është e para dhe e dyta. Një sektori ushqimit, jo I bujqësisë, të jep mbi 5 miliardë euro dhe ti do të nxisësh me 50 milion euro. E mbyllëm. Do mblidhemi prapë mas 6 muajsh. Jo, megjithatë, premtim do vish në studio. Premtimi është I tillë që bujqësia shqiptare nga vitin vit ka rritje dhe disa nga vështirësitë që hasin sot fermerët, ato do të korrigjohen. Dhe ky buxhet fermerë që kanë hapur bizneset është buxheti më I madh I gjithë kohërave që kanë qenë. Sot të doja qoftë LSI apo kështu. Keni besim? Mirë, kalojmë në akuzë. Nuk ekziston më.